Sot, kur po vija këtu me makinë, na ndaloi policia se isha bashkë me Thomadhin se u futëm pak me të kuqe. Edhe Thoma i çbëri uli xhamin edhe u prezantua. Si jeni mirë, Thomadhia. Gjeni si u përgjigj polici. Rov të qeveria. Dhe ky personazh që nuk ka frikë as nga policia dhe as nga qeveria, do të vi këtu tani. Thomadhia! Përshëndetje të nderuar teleshikues. Ja ku takuam përsëri në emisionin tim Blerim Qeveritar. Sot nuk do të flasim as për blegtorin dhe as për buqësin, po do të flasim për rekordë dhe rekordmene, se siç dihet këtë vit qeveria shteti ynë ka bërë një arritje mjaft të madhe në fushën e turizmit. Siç dihet kanë ardhur 600 turistë për 1 shqiptar. E pra një arritje mjaft e madhe sa turistët nuk gjenin dot bileta dhe avione sa erdhen vete me avion me vete. Këtu jemi në fshatin Qafën Mali, sa dhe vetë dielli po thyen Qafën, sa deshe theva dhe unë Qafën për pak. Po t'i shikonte na i më frashri këto vënde, do të shkruante o malet e Shqipërisë dhe ju o malet me pisha, ju bëri sa Himalajet vetë Sali Berisha. Me gjithë se ju dogjën fshatarët, a i prapë se prapë ju mbodhi me boronica dhe udhishta. Po, si gjithmonë, ne duhet të gjejmë rastësisht një fermer që ta intervistojmë dhe rastësisht fermeri do të jetë duke kaluar. Ja një fermer ku po e shojmë, të shkojmë, jo po vjen vetë fermeri. Ui! Ui, kushqeka! Ui! Më falni, po prisni njëri tjetër, se vetëm ne të dy jemi këtu, kë... Po ti! Më ti, të që më bëjnë sytë apo jeti, se marrë veshën? Që po të bëjnë sytë kjo duket, po ty të qënë kanë ndjegur për të dhambat fare, po... Të që më falë, je Thomadhia, që je Thomadhia? Paska me mua Thomadhia jam, Thomadhia. Ha! Në më dorë! Ne të dy jemi kushëri njëre. Kushëri? Po! Pse mos ka qënë që baba im nga këto ankur ka qënë ushtarë që jemi kushëri? Po jo, e ke emri Thomadhia ti? Po, Thomadhia. Po unë jam i Drisqapi, ore. Ja pra, gjbën të mundur qeveria, kot nuk thonë që rastësia është kryeministër i suksesit. Pra, si që djetë, ju jeni një turist, apo jo, nga ky fshatë jeni? Ja, vi nga larkë, shumë larkë. Ja pra, e vërtetovi e po ove me gojnë e ti, a ishtë një turist, apo jo? Na, viçka, Ma vjen keq, po ju jeni një turist edhe për të gjithë teleshikuesit, u po ua që këtë vit u thye një rekord. E thevja? Po? I dhimbja? Aja o dhe të nalë qitë të pak të shkretit? Zoti Idrizë, mos më lëviz, të lutë shumë, qëfar zanati keni, qërë keni qënë? Unë? Po? Qitës. Biles si qitës kam një rekord madhështor, Po, ne jemi në emisionin rekordmen, atere qëfar rekordi keni thyër për të gjithë teleshikuesit? Rekordim është i papar, më Lali. Vetëm një herë mora një sankën ta mamur me qifte, e bëra mizë në synet në ajër, Po ty në ty të kem 1 kilometër largë, të ta matë me qifte e mirë vlatë ka jotë, këtë kërpudhkën që ke këtu ta zjesoj në vënd, Po, ja pra është një fenomen, këtë qënë ka një fenomen, Zoti Idriz nuk duhet ta kishte mbi emrin Capi, po Shqiponja se qënë ka sy Shqiponjë. Raf. Atere mund të na thoni për turizëm, keni ardhur për turizëm është turizëm. Unë kam ardhur të shise me origjinë jam nga Qaf Molla. Nga Qaf Molla, sefte i rash nga Qaf Dardha. Nga Qaf Dardha rash në Qaf Kazan. Nga Qaf Kazani unë gjitha Qaf Thën, pasaj në Qaf 6, Qaf 7, Qaf 8, Qaf 9, deri në pas në Qaf. Ja pra, qaf më qaf. E ku ishte dëgjuar ndonjëherë
në kohën e opozitës që fermeri të ikte qaf më qaf të bënte këtë turizëm katë gjigant. Që kur e keni filluar turizmin? Kam ca ditë bashkë me gruan, e kupton, kam, gjatë ditë do vazhdojmë akoma. E pa dëgjuar edhe gruaja vazhdon turizmin, kjo është gruaja e lirë e kohës... Më fal, ka një ndryshim. Unë nga një anë, gruaja në anën tjetër. Unë qaf më qaf, gruaja qaf më qaf, grop më grop e maj më maj gruaja. Ja, pra e pa dëgjuar që gruaja sot më shka që lirë kod dhe kryeministri nuk i lavdëron duke i quajtur lavire, bulevardi, femrat. Atere do të na thoni për të gjithë, sa do të vazhdoni këtë turizëm? Ne? Jemi betuar, vla. Qaf më qaf, dërsa ta më qaf në patës të dy. Do me thënë, ju shkoni dhe në restorant dhe porosis në qaf pate, e pa dëgjuar. Po që restorant, o dërzi. Ore, Vichkës, ke kuptuar asgjë akoma ti, vla? Më falë, po më po flasë shumë mirë, të kam të kuptuar që e në turisti vërtet. Pa, turist leshi. Ore, na ka unë lopa, mër, vla. Unë me grua. Unë me grua ndollëm të kërkojmë, qaf më qaf, e lam të takojshim këtu, le lopa, po unë bi dhe gruaja. Kërko lopën edhe hiq, kërko gruan më këshim panja 3 veta, po s'po e gjej më vla, asë... Vichke? Po? Ajo atje është lopa, po më bëjnë sytë mua atësh. Po, tani unë s'kam fitur me lopën tënde që ta di kush është, po që është lopë, është lopë. Lopë është? Po. Timja është? Po, gruan, ku... Po, lopa se gjenë shpinë gruaja i gjenë vetë, o budala. Ja, pra që bën të mundur qeveria, ja. Mund të bëj turizëm, po mund të gjej edhe lopën fare kollaj. Një arritje madhe e qeverisë përsëri. Miru pak.